ndjem të zhgënjur dhe të tradhtuar pak a shumë. Dhe ky si kusht diskriminues, në vend neve që të na bëhet një lloj shtys, neve edhe më tutje shkilemi. Bëra reagim në lidhje me kushtet e konkursit. Kushtet diskriminuese për festivalet shqiptare, sepse kërkoheshte një traditë që ndoshta një festival vetëm e ka prekret festivaleve të dramës, dhe ky si kusht diskriminues, domethënë vjetërsia e festivaleve ose tradita e festivaleve nuk është kërkuar deri vjet. Ne na u premtua që ky do hiqet si vjet, kur e shohim edhe si mjet e kanë vendosur, po jo në mënyrë qesharake si e bën vitin e kaluar që kërkuan 40 vjet, a shteti ka 35 vjet, po e bën pak në mënyrë që mos ta fshefin pak a shumë qëllimin dhe prena pavarësinë e shtetit 35 vjet. Ne e dim se festivalet shqiptare, për shkak se ne jemi shkel nga ajo ministri dhe për një kohë gjatë, dhe detyrimi shqiptarët kanë nisë më vonë me aktivitete. Dhe kështu që ne nuk mund t'i mbrim ato 40 vjet asnjë. Pra qëllimi është që në vend të konkurohet me nivel artistik, në vend të konkurohet me kërkesë impakt, pra ne e dim që ne shqiptarët e Maqedonisë kemi më tepër nevojë për atë lloj muzike, sepse jemi të nënpërfaqësuar në të gjithë institucionet, si në opera, si në filharmoni, si në kret, si në konkursit e ministrisë. Kështu që në vend neve që të na bëhet një lloj shtys, neve edhe më tutje shkilemi nga kjo ministri. Uroj të ndesh në veshët që duhet të ndesh kjo ankesë jotja. Qëllimi është që të përmirësohet, jo të bëjmë kritike. Po, prandaj të bëjmë vërejtje, artistët këtë punë kanë. Në këtë kohë fushate, domethënë, sepse u detyruam në kohë fushate të reagojmë sepse tash u hap konkursi. Ne nuk kemi për qëllim të sulmojmë një parti dhe të lavdërojmë tjetër. Thjesht konkursi doli tash dhe u ndjem të zhgënjur dhe të tradhtuar pak a shumë.